Unë po ju rikthej tek historitë e mia me një histori që besoj e keni parë të gjithë. Dje. Atë nënën me fëmijën me spektër autik, të cilën korbat e kishin marrë me vete te parlamenti për ta kthyer në viktimën e policisë që ishte aty për të mbrojtur deputetët nga të verbrit e dhunshëm të Shqipërisë. Ne sapo e kemi dyfishuar mbështetjen për fëmijët autik. E kemi rritur mbështetjen dhe për nënat e tyre. Por ky është fakti ynë, thjesht, ndërsa përjetimi i asaj nëne është krejt tjetër. Ajo mund mos jetë fare e informuar, ose dhe mund tjetë e informuar për dyfishimin e mbështetjes për djalin. Por ajo nuk e ka ndjerë kur empatin ton. Aty në atë fundin e atij hendekut, mes faktit ton dhe përjetimit të vetmisë së saj dëshpëruese. Dhe pikrisht aty, në fund të ndekut, e futën sorrat dhe korbat dorën e solidaritetit tyre hipokrit. Për ta marrë me vete te parlamenti dhe për ta abuzuar atë nën bashkë me fëmijën autik. Me të njëjtin manual që përdorin edhe terroristët kur abuzojnë gratë dhe fëmijët, duke i përdorur si mburoj, teksa sulmonin me maska policinë e shtetit. Dhe pastaj e vunë dhe përpara kameras. E përdonuan dhe e nxorën në mexhelis për t'i qarë hallin. Dhe i kthyen lotët e saj në breshër përmes algoritmit. Pastaj e la në fatin e saj dhe u nisën për ke mikrofonin në bulevard. Njësoj si dha skuthat e zinj që i kemi parë në përdorimin e këtij manuali, që çojnë të tjerët mish për top dhe pastaj kërkojnë solidaritet për të shkretët njerëz, duke mbajtur fjalime dhe duke kërkuar që Zoti të dënoj terroristët në pushtet në emër të viktimave të shtetit policor.